si mund të shkojë një njeri që ka një lloj ndërgjegje, ka një lloj qenie shqiptare, shkoj dhe të votoj për një njeri që ka bërë gjitha këto dhe kjo që ka thamë fund me Beleri, si ka mundësi që të shkosh dhe ta votosh këtë njeri, ose si ka mundësi që jemi kaq shoqëri e dobët, që të lejojmë që ky njeri, let vite kush drejt me nga opozita, ky njeri të vit kërkoj prap pushtet. Kur ky ka bërë një 97, dhe është një katastrofë dhe David Binder ka pas një artikull, kur u kthy ky në pushtet mas 97-t, kjo nuk duhet të ekzistonte si parti, ma jo ai që shkaktoi 97 të kthehej prap pushtet. Si ka mundësi ka disa ngjarje, akuzojmë Saliun Edin, po ne si shoqëri më braçe. Nuk flas dot unë për këtë gjë. Unë jam një njeri që kërkoj të votojmë, po prap nga kjo shoqëri me atë profilin tim edhe me atë punë që kanë bërë, edhe që mendoj unë se mund të vazhdoj ta bëj dhe ta bëj mirë në të shkuar. Po unë nuk jam unë personi që mund të gjykoj shoqërinë, por unë do doja të thoya që ka disa ngjarje që vlen si arsye qartë pse nuk duhet votuar ajo parti dhe një pjesë atyre njerëzve, sepse edhe brenda tyre ka njerëz që mund të votohen. Janë të votueshëm për shkak të atë që asaj që kanë ndërtuar si profil, edhe më vete në diferencë me leadershipin e partisë së tyre kohë pas kohe. Por thash edhe një herë, ka disa ngjarje. Po pse duhet të ekzistonte ajo parti pas 21 janarit? Absolutisht. Nuk duhet. Pas Gërdecit? A duhet të ekzistonte ajo parti pas Gërdecit? Çdo parti që mund të ketë ndodhur një ngjarje e tillë është shkrir vetvetiu. Ose është shkrir me vot nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Por unë prap nuk kërkoj vot ndëshkuese. Unë kërkoj vot miratuese edhe vot shpresa. Për atë që ne jemi, e kemi mundësinë, e kemi potencialin ta bëjmë më tutje për Shqipërinë dhe për shqiptarët.